Dita e ditëlindjes së Dolces, që duhej të ishte vetëm gëzim, buzëqeshje dhe surpriza, u kthye në një nga momentet më emocionale dhe më të ndjera brenda shtëpisë së Big Brotherit, që në mëngjes, ajo dukej e përfshirë nga emocione të forta. Ishte një ditë feste, një ditë që vëllai i madh e kishte mbushur me kujdes, dhurata dhe ngrohtësi, por zemra e Dolces dukej sikur mbante brenda diçka më shumë se sa gëzim, ndërsa banorët e uronin, e përqafonin dhe përpiqeshin t'ia bënin ditën sa më të bukur. Dolce buzëqeshte, por sytë e saj shpesh mbusheshin me lodh. Ishin lodh të çuditshëm, jo vetëm nga lumturia, por edhe nga një ndjeshmëri e thellë që ajo nuk arrinte ta fshite. Çdo surprizë e prekte, çdo gest dashurie e bënte edhe më emocionale. Momenti më i fortë erdhi kur filloi hapja e dhuratave. Atmosfera ishte e ngrohtë, të gjithë të mbledhur rreth saj, me duartrokitje dhe komente pozitive. Dolce hapte një nga një dhuratat, duke falenderuar me zë të ulët, por plot mirënjohje. Derisa në një moment, mes kutive dhe paketave të bukura, ajo gjeti një zarfi duke i thjeshtë, por sa po e mori në dorë, diçka ndryshoi në fytyrën e saj. Ajo u ndal, sikur e ndjeu peshën emocionale që mbante brenda. Me duar paksa që i dridheshin, e hapi dhe filloi të lexoj urimin. Nuk arriti as ta përfundoi leximin. Syt ju mbushën menjëherë me lodh dhe zëri ju thye. Letra ishte nga ishi i dashuri i saj, ai me të cilin kishte ndarë një histori të fortë brenda Grande Fratellos. Fjalët e tij ishin të sinqerta, të ngrohta, plot kujtime dhe respekt. Nuk kishte akuza, nuk kishte pretendime, vetëm një urim i pastër, që i rikujtoi Dolces një pjesë të së shkuarës që ajo mendonte se e kishte lënë pas. Lotët filluan të rridhnin pa u ndalur. Banorët u qetësuan, disa u afruan për ta përqafuar, të tjerë e shikonin me empati dhe respekt. Askush nuk foli për disa çaste. Ishte një heshtje e mbushur me emocion. Dolce qante, por nuk ishte një të qarë e dëshpëruar. Ishte një çlirim ndjenjash, një përzierje më.